Ka një procedurë, është përcaktuar saktësisht se si mund të shkojmë deri te zgjedhjet e reja. Siç e thash, orientimi, synimi, angazhimi jonë është që gjatë ditës së nesërme ne të kemi një president. Ky duhet të jetë synimi i të gjithë neve, edhe sy qytetar. Ne jemi të gatshëm që të japim votat, të vazhdojmë tutje në zgjedhjen e presidentit, presidentes, me synim që të shmangim edhe një parë zgjedhje. Sa i përket obligimeve tona, natyrisht se ne do të bëjmë gjithë atë që është në dorën tonë, që të vazhdojmë punën qeveria, sepse ka shumë punë të cilat janë në interes të qytetarëve, ka shumë punë të mbetura në gjysmë dhe kemi obligim ndaj qytetarëve, jo vetëm ndaj 51% të qytetarëve që na kanë votuar, por ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, që të sigurohemi që qeveria dhe institucionet të vazhdojnë punën me mandat të plotë. Kto e thuani ju, unë nuk kam dëgjuar nga asnjë parti që kanë deklaruar decidivisht se nuk do të ofrojnë mbështetje për zotin Konjufsa. Për më shumë, neve të gjithëve na kujtohet viti i kaluar, kur partitë kanë deklaruar që sikurse për pozitën e kryetarit të kuvendit të nominonin zotin Konjufsa, do ta përkranin. Pra jemi në një situatë kur si subjekti fitues i zgjedhjeve, me mbështetje qytetare mbi 51%, ne kemi pasur vullnetin që të respektojmë edhe subjekte tjera dhe presim që të ofrojmë mbështetje për kandidatët e tyre. Ne natyrisht se jemi të interesuar që të vazhdojmë bashkëpunimin në interesat të mirë të qytetarëve. Jemi akoma të gatshëm, siç e përmenda, që të ofrojmë mbështetje në anë të nënshkrimeve për kandidatët që janë të interesuar të marrin pjesë në zgjedhje, ndërkohë që përkundër vullnetit dhe gatishmërisë sonë, gjithë përpjekjeve për të shmangur zgjedhjet e reja, nëse vim në një situatë që për shkak se PDK-ja, LDK-ja, deputetët që përkundër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese kanë obligim që në një farë forme të qëndrojnë në sallë edhe të marrin pjesë në përgjegjësitë e tyre si deputet të kuvendit me votën e tyre për kundër apo me abstenim, nëse deputetët e LDK-s dhe PDK-s e të tjerët, AK e të tjerët, vendosin që të mos e respektojnë këtë obligim të tyre si deputet, por edhe përfaqësimin që ju bëjnë qytetarëve të cilët i kanë zgjedhur deputet për të mundësuar funksionalizimin e institucioneve dhe punën pas gati një viti me institucione në detyrë. Ne natyrisht jemi të gatshëm për zgjedhjet e reja, përkundër që kjo nuk është vullneti jonë, dhe në këtë situatë sigurisht se jemi të hapur për bashkëpunim edhe me zonjën e së. Është e qartë se çfarë do të ndodhë, përkundër deklaratave të përgjithshme, ju e dini që kryeministri Kurti ka pasur disa takime edhe me zotin Hamza edhe me zotin Abdigjiku. Përkundër bisedave konstruktive, ne nuk kemi pas propozime konkrete. Së paku nuk di, nëse ju keni ndëgjuar ndonjë emër nga cila do këto parti, më tregoni për cilat emra bëhet fjalë. Pra, ne kemi qenë të gatshëm të ofrojmë mbështetje, nuk kemi pas kërkesa emra specifik për të cilët do të ofronim mbështetjen tonë dhe përkundër kësaj, sikurse e thash, edhe sonte që po flasim, edhe nesër paradite, ne jemi të gatshëm të japim nënshkrimet e deputetëve tanë në mënyrë që të sigurojmë një garë të plotë. Kjo është qasja jonë dhe pyetjet tjera në këtë drejtim duhet ja bën një PDK-s dhe LDK-s. Ne kemi të drejta ta nominojmë edhe një kandidat. Arsyeja, siç e përmenda, pse nuk e kemi bërë sot të njëjtën, sepse do të mund ta bënim, është pikërisht në tendencën, në frymën tonë të bashkëpunimit, në qasjen konstruktive edhe ndaj partive opozitare me synimin që t'i shmangim edhe një palë zgjedhje. Pra, LDK-s dhe PDK-s për qytetarët ju mungojnë votat. PDK-s i mungojnë edhe 8 vota që të ketë rritje të nënshkrime për të nominuar një kandidat. LDK-s i mungojnë edhe së paku 15 vota. Ne jemi nënshkrime. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë nënshkrimet tona dhe presim që të dalin me emra konkret për të cilët ne do t'japim nënshkrimet dhe do të vazhdojmë në një garë ashtu siç është edhe në frymën e të kushtetutës. Është e vërtetë që deri më tani kanë qenë kandidat formal, kryesisht kandidatët e dytë, por po uroj që kjo është në frymën edhe në shëndetin e demokracisë dhe mund të ndodhë që të kemi një garë edhe urojmë që të kemi, ne jemi të gatshëm me kandidatin tonë për të cilin, siç e thash, për zotin Konjufsa,
ne besojmë se ka mbështetjen më të madhe. Pra, jemi të gatshëm që të hymë në garë me dy kandidatët e partive. Tani, si që thash, ne do të bëjmë gjithë çfarë është në mandatin tonë që të shmangim zgjedhjen. Kjo nuk kupton që ne presim nga subjektet tjera, nëse nuk janë të interesuar, sigurisht se do shqyrtohet edhe ajo opsion. A keni diskutuar me partitë? Ju e dini se zoti Kurti ka pas disa takime me dy liderët e partive opozitore, dhe ka pas prononcime edhe pas takimeve, edhe nga zoti Hamza Abdixhiku, edhe nga zoti Kurti, dhe është vërtet që ata nuk kanë paraqitur emrat e tyre. Pra, në këtë situatë, ne vazhdojmë të presim të shohim cilë janë emrat të cilat LDK dhe FDK konsideron që janë kandidatët e duhur për të qenë presidente, dhe ne jemi të gatshëm që të ofrojmë në shkrimet tona dhe të hymë në garë për presidentin. A keni paraqitur ju atëherë emrin e zotit Konjufca për presidentin? Po, ne tashmë i kemi dërzuar gjithë kërkesën kryetarës kuvendit, kryesisë së kuvendit, për të proceduar, dhe me thëmë kemi dhënë mbështetjen tonë për zotin Konjufca, dhe presim që nesër, gjatë ditës, mundësisht jo vonë, edhe PDK, edhe LDK të paraqesin kandidatët. Po. Me qenë se po flesni për zemërgjërsinë e partisë dhe pas një halë thesin për me i plotësu kriteret e partive tjera edhe për një kandidat të mënshëm. Zoti Kurti para pak dite ka deklaruar që na duhet një kandidat konsensual. Përderisa kandidatja konsensuale ishte Vjosa Osmani, ishte si kandidate e pranueshme edhe nga... Faleminderit, por e kisha vlerësu nëse më tregoni mbas shkafit e konsiderani që është kandidate konsensuale. Për arsye që... Sepse, sikur se e thash... Lumir Abdixhiku të partisë LDK-s, ashtu është deklaruar që nuk kem qëndrime refuzuese. Faleminderit, atëherë zoti Abdixhiku, unë e inkurajoj që të marrë 15 shkrimet e partisë së tij, ndërkohë që ne do t'japim edhe në shkrimet tjera të nevojshme edhe mund të vazhdojmë në garë. Deklaratat, si po interpretojmë të gjithë ne, pra bëhet fjalë jo për zemërgjërsi, ne po flasim për obligim ndaj qytetarëve. Qytetarët na kanë besuar mbi 50% të votave. Dhe ne po vazhdojmë. Sigurisht, tani kjo është një, ne po flasim për obligimet kushtetuese, nuk po flasim, e kemi thënë pra për performancë dhe gjithçka tjetër. Çështja është që neve na nevojiten 80 vota në kuti. Këtë e përcaktojnë kushtetuta jonë. Po. Edhe një pyetje, çfarë logjike ka që me kandidu opozitar, një kandidat ose dy, përderisa ata janë vetëdijshëm se s'kan vota as me propozuese, lemon me zgjedh. Çfarë është logjika e propozimit të kandidatit që sfiton? Ne kemi bërë përpjekje që të gjejmë një figurë, një kandidat konsensual. E dini edhe jeni dëshmitar të gjejmë. Dhe tani, cila është logjika atëherë pra që ne të votojmë ashtu të themi si mbyllur, pa e dita cili është kandidati. Aktualisht që po flasim, ne nuk kemi asnjë emër i cilën është propozuar neve si lëvizje. Besoj që Kosova ka mjaftueshëm kandidate, edhe unë inkurajoj edhe partit tjera që të paraqesin propozimet e tyre. Jemi të gatshëm edhe për t'i diskutuar me emra, le t'i paraqesin propozimet dhe vazhdojmë tutje. Ka demantuar, nuk janë në shkrimet Osmani. Arta Hodaj, sapo ka demantuar, po është janë ofruar në shkrimet dhe përkraje nga lëvizat e vendosur për zgjedhjen si presidente e Republikës së Kosovës. Kjo është gënjeshtër.